Këta emra janë dëshmia që liria nuk erdhi nga një rrugë e vetme. Këta emra janë dëshmia që liria erdhi nga qëndresa dhe sakrifica e komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij, nga urtësia dhe nga këmbgulësia politike e presidentit Ibrahim Rugova, nga rezistenca e veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi, të cilit 28 vite burgim nuk ja zbehën dhe as nuk ja kthyen besimin te liria, dhe nga guximi e trimëria e komandantit Zahir Pajaziti, por dhe nga gjaku i gjithë dëshmorëve të kombit. Trashëgimin që na lanë heronjtë dhe dëshmorët tanë, duhet ta kemi si udhërëfyes, si institucione, që shtetin tonë ta bëjmë edhe më të drejtë, edhe më të fortë, edhe më të denjë. Aksionet guerile para luftës, sikurse ato të komandantit Zahir Pajaziti dhe ngjarjet historike si epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës e kanë bërë udhën e çlirimit të pakthyeshme. Çdo 12 qershor ne kujtojmë të gjithë brezat të cilët u përpoqën, vuajtën, u sakrifikuan përgjatë okupimit të Kosovës nga Serbia për afër 87 vite, e që u përmbyll me luftën e lavdishme çlirimtare dhe me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Komandanti Zahir Pajaziti, bashkë me Akif Zejnullahun, Edmond Hoxhën dhe me shumë shokë të tjerë, e dinin që liria e popullit, çlirimi i vendit, bashkimi e shteti, demokracia, republika, nuk mund bëhen pa e konsideruar që faktori i brendshëm është vendimtar dhe nismëtar. Prandaj edhe ata qysh herët u organizuan në mënyrë që Kosova të çlirohet dhe të shporret armiku ynë, Serbia agresore e hegemoniste. Sot Republika e Kosovës e ka ushtrinë e fortë, e ka policinë e aftë, e së shpejti do të ketë edhe gjandarmeri, në mënyrë që ta sigurojmë paqen, ta garantojmë stabilitetin institucional